Të akuzuarit për kryerje të veprës terroriste në kanalin e i Bërljepencit, Jovan dhe Dragisha Vicentjevic, si dhe Igor Dimovic, i akuzuari për posedem të paautorizuar të armëve, nuk mundën të deklaroheshin mbi fajësinë siç ishte paraport të bëhej në seancën e së hënës. Kjo pasi seanca e shqyrtimit fillestar u shtyme që mbrojtësi Jovan Vicentjevicit njoftoi se ka bërë kërkesë për përjashtim të prokurorit Bekem Kodraliu në prokurorinë speciale. Avokati Nebojša Vlajić tha se prokurori i rastit i ka shpërfillur detyrimet e tij për t'i marrë për bazë provat shfaqësuese dhe sipas tij kjo është hera e parë që e bën një kërkesë të tillë pas gati 30 vjetësh si avokat. Kam propozuar që të merren pamjet e kamerave të 2 objekteve, që të intervistohen edhe 4 njerëz, që të bëhen analizat në bazat të antenave telefonike, të vërtetohet se prej cilave antena ka pasur sinjal Jovani në kohën kritike. Kjo do ta tregonte se ku ka qenë e në asnjë mënyrë nuk është vepruar kështu. Me këtë propozim u pajtua edhe avokati Miloš Delević, i cili tha se prokurori nuk ja aprovoi kërkesat gjatë fazës së hetimit. Kam kërkuar të mblidhen video incizimet e kamerave të bankës Kep në Zubin Potok dhe të stacionit policor në Zubin Potok 1 orë para dhe 1 orë pas shpërthimit. Deri më sot, prokurori special nuk ka vepruar sipas kërkesës sime. Prokurori Bekem Kodraliu tha se janë 5 arsye që i parasheh kodi i procedurës penale, por asnjë nga ato nuk i argumentoi mbrojtja. Kodraliu tha se sulmi ka qenë profesional, ndërsa hetimi është zhvilluar edhe me partnerët ndërkombëtar. Ai tha se ka bërë përpjekje për t'i marrë komunikimet e të pandehurve me telefonat me kartelat të Serbisë, por se ato nuk janë dorëzuar kurrë nga autoritetet serbe. Znam da možda im se ne sviđa hetimi që unë kam zhvilluar në këtë rast, istraga koju sam ja vodio u ovom slučaju, por i njoftoj palët obaveštavam stranke që sulmi terrorist ka qenë sulm profesional. E ka qenë i koordinuar në mënyrë të përgjithshme. Ka qenë sulm naveo sam da je bio që ka cenuar drejt për së drejti sigurisë kombëtare. Hetimet i kemi zhvilluar edhe me bashkëpunim ndërkombëtar dhe me partnerët. Saradnjom i dhe me partnerët, apo? Ndërkombëtar. Gjyqtari Vesel Ismaili tha se duhet ta ndërpres seancën deri në shqyrtimin e kërkesës së Vlajićit nga kryeprokurori i prokurorisë speciale. Vëllezërve Dragisha dhe Jovan Vicentjevicit u janë gjetur balt në çizme që përputhet për nga struktura, ngjyra dhe përbërja me atë që është gjetur në vendin ku është kryer sulmi terrorist me eksploziv. Në bazë të dosjes së prokurorisë, Dragisha Vicentjevic është edhe antar i mbrojtjes civile, organizatë terroriste nga qershori 2023 dhe për këtë pretendohet se i është gjetur edhe një email me vendimin e qeverisë së Serbisë.